Mbi të gjitha pensionistët të cilët përpiqen të marrin ilaçet, shkojnë e rinë me radhë dhe me orë të tëra tek mjeku për të kaluar tek pjesa e rimbursimit të barnave, duke qenë se nuk përgjigjen dot me lek në dorë. Pastaj pjesa e rimbursimit patjetër që ka alternativa që për pensionistët nuk janë shumë efektive. Pastaj kalohet tek barnat që ata duhet i blejnë me lek në dorë, dhe ky është një problem tjetër sepse shumë pensionistë nuk kanë mundësi ekonomike me pensionin që marrin që të blejnë ilaçet. Dhe kjo gjë të çon, domethënë që pensionisti vjen te ty dhe fillon, unë këtë se marr dot, këtë se marr dot, këtu më sugjero diçka tjetër dhe detyrohesh të japësh një ilaç që është fare i lirë që ai të përballojë pjesën e sëmundjes që ka. Moderatorët. Ke raste konkrete? I ftuari. Patjetër, moderatorët. Dhe si e bën? Se kjo përballja e përditshme me këtë kategori njerëzish sigurisht që të ndikon ty si profesionist. I ftuari. Patjetër. Unë realisht ndihem, më vjen shumë keqardhje. Më vjen shumë keq, sidomos për pensionistët dhe për prindrit e rinj që nuk kanë mundësi që të përgjigjen fëmijëve për pjesën më minimale dhe bazike të jetesës siç janë barnat. Dhe gjithmonë mundohem që të këshilloj një ilaç me çmim më të arsyeshëm që ato të mundin që ta marrin. Reagimi filozofik, kontrata sociale dhe komodifikimi i ekzistencës. Kjo bisedë e shkurtër por e fuqishme prek disa nga shtyllat më delikate të filozofisë politike, etike dhe ekzistenciale. Ajo nxjerr në dritë një krizë të thellë të sistemit modern ku jeta njerëzore përplaset me logjikën e tregut. 1. Dështimi i kontratës sociale dhe drejtësia distributive. Sipas filozofëve si John Locke dhe më vonë John Rawls, shteti ekziston mbi bazën e një kontrate sociale. Individët dorëzojnë një pjesë të lirive apo kontribuojnë në sistem me kusht që shteti të garantojë të drejtat e tyre bazike, përfshirë sigurinë e jetës dhe shëndetit. Kur pensionistët, një kategori që ka kontribuar gjithë jetën në shoqëri, detyrohen të zgjedhin mes ushqimit dhe ilaçeve, kontrata sociale është thyer. Sipas parimit të Rawlsit mbi drejtësinë si finesse, justice as fairness, një shoqëri e drejtë matet nga mënyra se si trajton anëtarët e saj më të cenueshëm. Në këtë rast, sistemi dështon në provën e tij më themelore etike. 2. Komodifikimi i shëndetit versus dinjiteti kantian. Immanuel Kant formuloi imperativin kategorik ku thoshte se njeriu duhet trajtuar gjithmonë si qëllim në vetvete dhe kurrë thjesht si një mjet. Kur shëndeti dhe medikamentet kthehen në mallra tregu të papërballueshme, dinjiteti njerëzore vihet në pikpyetje. Ekzistenca e pacientit fillon të varet nga fuqia e tij blerëse. Filozofia ekzistenciale do ta shihte këtë si një formë të tjetërsimit radikal. Njeriu nuk vuan më thjesht nga sëmundja biologjike, por nga një sëmundje sociale pa mundësia ekonomike për të blerë të drejtën për të mos pasur dhimbje. 3. Etika e kujdesit, ethics of care dhe dilema e profesionistit. Pyetja e moderatores ngre një pikë kyçe mbi ngarkesën emocionale të profesionistit. Këtu hyn në lojë ajo që në filozofinë feministe dhe etike quhet etika e kujdesit. Carol Gilligan. Përballë një sistemi burokratik dhe të ftohtë, farmacistja nuk funksionon thjesht si një agjente tregtare që shet ilaçe, por shndërrohet në një mburojë morale. Ajo detyrohet të bëjë kompromise terapeutike, të japë ilaçe më të lira, ndoshta më pak efektive, për të ruajtur humanizmin. Ky është një akt mikrorezistence etike ndaj një makinerie makroekonomike indiferente. Përfundim ekzistencial. Videoja na kujton se varfëria në moshë të shtyrë ose në prindërim të ri nuk është thjesht një statistikë ekonomike, por një ankth ekzistencial. Ajo nafton të mendojmë, çfarë vlere ka progres shoqëror apo rritja ekonomike e një vendi nëse ajo nuk përkthehet në dinjitet dhe qetësi për ata që e ndërtuan atë shoqëri.